Pra, nëse kompania arrin fitoj Champions League-ën dhe që do jetë Po. sulmi kryesor i Bayernit për të fituar sepse Bundesliga nuk e diskutoj fare. Nëse ka dy pretendentë kryesor që të shkojnë deri në fund, pra duke mbështetur dhe Interit, shikoj Inter, Paris, Bayern. Te katër pastaj jam pak skeptik mes Liverpoolit dhe Realit. Arsenalin s'është. Jo, nuk e shikoj Arsenalin. Nuk e shikoj. Do vesh baslogët. Edhe do ta vëm bazën në fund fare. Nuk e vë bazën fare. Po shikoj sepse është viti sezoni i tretë i kompanisë tek Bayerni dhe mendoj që për mënyrën se si u eliminua. Më erdhi pak. Shije jo e mirë sepse pretendon diçka më shumë. Por unë shikoj që këtë sezon Bayerni është all-in. Është all-in edhe me blerjen e Sajbarit, por edhe me Harry Kane që mendoj që është një makineri goli. A është viti i fundit për Harry Kane ky? Shansi i fundit? Unë mendoj që është jo vetëm për Harry Kane, mendoj që është shansi i fundit edhe për Kompani. Pra ky është sezoni që, më thon, ky është sprinti final. Dhe nëse arrin ta rikthen bën me 7 kupa Bayerni, do vazhdoj të zgjasë, por nëse jo, pastaj mund kemi një histori të re në drejtimin e Bayernit, por edhe për shumë senator Bayernit.